e provuam llojin e asaj jetës tjetër që ishim para Islamit. I provuam dhe ditët e netët e tjera, por ato asnjëherë nuk na kanë dhënë këtë qetësi, këtë vllazëri, këtë dashuri, këtë unitet, këtë mirësi që ta jep muaji Ramazani dhe mbi të gjitha nata e katërt. Feja islame nuk ka ardhur vëllezër dhe motra ative njerëzit me shpatulla pas murit. Apo t'ju tregoj atyre vetëm kufit, lejohet apo nuk lejohet. Po ka ardhur t'ju tregoj atyre dimensionet e ndryshme të jetës, kuptime të tjera që njerëzit i kanë harruar për shkak të halleve, problemeve, angazhimeve, dinamikës jetës. Pra sot, këto ditë dhe këto net, Allahu Azza wa Jall na ka dhënë mundësinë ta shohim botën ndryshe, ta shikojmë jetën ndryshe, ta shikojmë njerëzimin ndryshe, ta shikojmë veten ndryshe. Prandaj këto ditë dhe këto net që nuk do të harrohen inshallah me lejen e Allahut, nuk i ngjajnë ditëve dhe netëve tjera. Prandaj dhe Zoti Xhelle Xhelalu thot në Kur'anin Kerim: Fiha tufraku kullu emrin hakim. Në atë natë përcaktohet çdo gjë me urtësi. Fati i njerëzve, jeta e tyre, bereqeti i tyre, suksesi i tyre, fundosja e tyre. Prandaj lutim Allahun Azza wa Jall që na bëj për atyre të cilët çfarë janë të pastruar tek Zoti i tyre, të pranuar tek Allahu Xhelle, të lartësuar tek Zoti i tyre, sepse ata para se të lartësonin trupin, lartësuan zemrën dhe shpirtin e tyre, duke i afruar Allahut Azza wa Jall, duke shtuar për kujdesin për veten, për familjen, për njerëzit që i rrethojnë, duke i dhënë kuptim jetës, pra duke bërë diçka ndryshe nga ditët e tjera. Prandaj shpeshherë ne e themi duke thënë o vëllezër dhe motra, nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, çfarë do të ndodhte me neve? A do të vazhdonim në atë rutinën tonë të përditshme me harres, me neglizhencë, me braktisje, pa qurtime, pa këshilla, pa dashamirësi, pa bujari? Do na humte bukuria e sofrës së fyrit dhe iftarit, do na humte vllazëria, do na humte familja, do të humnim gjyshit dhe gjyshet tona. Ata që pak njerëz pleq që kanë ngelur gjallë sot duke përmendur Zotin në këto net bekuara. Pra, është mundësia jonë që neve të shkëputemi nga rutina e përditshme e kësaj dynjaje e cila vetëm merr nga vetja e saj, nuk të jep asgjë. Ta lodh zemrën dhe shpirtin me hallat e dynjas. Atëre vjen muaji Ramazani dhe nata e Kadrit, që ti të veçohesh me Zotin tënd, ta qash hallin sesh dhe Zotit tënd. Ti përulesh Zotit tënd. Ti kërkosh falje, rahmet, mëshirë, udhëzim, forcim, të t'japi durim, të t'japi forcë ta përballosh jetën dhe sfidat e saj. Mos i dorëzohesh të keqës nga të gjitha llojet dhe format që ja vjen, edhe pse të vjen e zbukuruar, me fjalë të bukura, me trëndafila, me terminologji të ndryshme. Jo, mos e shit dhe mos u dorëzo. Nëse mëson të rezishtosh muajin e Ramazanit, me lejen e Allahut Azza wa Jall do të rezishtosh inshallah gjithë jetën tënde. Prandaj edhe Zoti Xhelle Xhelalu e përmendi me atë me një farë për emri, për larg, e ç'të bëri ty o Muhammed se çfarë është nata Kadrit. Ajo është më mirë se 1000 muaj. Në të zbresin e lajket e Zotit subhanahu wa taala me çdo urësi që përcaktojnë fatet e njerëzve. Dhe ajo është paqe deri në agim. Paqe për shpirtet e njerëzve, paqe për zemrat e tyre, paqe për familjet e tyre, paqe për shoqërinë që jetojnë. Allahu e do paqen min emri, nga emri i tij As-Salam. Emri i Allahut është ai që e do paqen dhe që e përhap paqen dhe ndihmon paqen përkundra atyre që hapin të kundërtën e saj. Prandaj e lut Allahun Azza wa Jall që të na i falë gjunat dhe gabimet. E lusë Allahun Azza wa Jall që të na forcojnë fenë e tij. E lusë Allahun subhanahu wa taala që të na përfshin në rahmetin e tij. E lusë Allahun që të na begatoj me natën e Kadrit, me ditët e saj, me momentet, me leximin e Kuranit. E lusë Allahun që t'i pranoj lutjet tona. E lusë Allahun që t'i pranoj lutjet tona. E lusë Allahun që të bëjë njerëz që nuk e dorëzojnë shpirtin e Zotit vetëm duke i dhënë atij hakun që i takon. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij, dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. O ju vëllezër dhe motra, mos u lodhni të kërkoni netët teke. Mëshirën e Allahut Azza wa Jall nuk e ndalon dot askush.
as në teke dhe as në qift. Edhe pse i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam na mësoi, ka thënë kërkojini atë në 10 ditën e fundit në net të teke, 21, 23, 25, 27, 29. Por kjo nuk do të thotë që ti të bësh dallim në adhurime, por do të thotë që ti të garosh për çdo ditë dhe çdo moment sikur ta kishe momentin e fundit të jetës tënde. Sepse Allahu Azza wa Jalla i ka hapur dyert e bujarisë rahmetit dhe nuk i mbyll ato kurrë për njerëzit që duan të afrohen tek Zoti i tyre. Prandaj të nderuar besimtarë dhe besimtare, jepini vetes pak forcë dhe mundësi që ta kuptoni dhe t'i jepni hakun këtyre ditëve dhe netëve, duke mos u lodhur me numra dhe shifra. Mos numroni sa vepra të mira keni bërë, se sa namaze keni kaluar, po sabiqu ila maghfirati min rabbikum, garoni për tek falja dhe mëshira e Zotit tuaj, e cila çfarë dhe xhenetet që sa gjerësia e qiellit dhe tokës përgatitur për ata që besojnë në Allahun dhe dërguarin e Tij. Prandaj, vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, janë momente dhe ditë që si ngjan kurrë me momenteve tjera, dhe do ta kuptoni këtë më një herë sa dali muaji Ramazanit. Në madje që në ditën e Bajramit, do ta kuptoni vlerën, hijeshin, madhërimin, bukurinë që ka ky muaj dhe veçanërisht nata e 4, pikërisht për njerëzit që kanë zgjedhur me zemrën e tyre, me dashurinë e tyre për Allahun Azza wa Jall, të prezantojnë në xhamiat e Zotit, ku të gjenë shpirti i kënaqësi kur i shikon të rinj dhe të rejat që afrohen tek Allahu Azza wa Jall.